Raportuesi i BE-s dënon ashpër ndërhyrjen e Serbisë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Rino Teras, përmes një reagimi, ka dënuar manipulimin dhe ndërhyrjen e shtetit të Serbisë në zgjedhjet lokale në Kosovë që do mbahen sot. Përpara zgjedhjeve lokale të së dielës në Kosovë, ndikimet dhe ndërhyrja drejt për drejt e Serbisë janë bërë sërish të dukshme, ka deklaruar raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën Rio Teras. Me një reagim publikuar, Teras ka dënuar ashpër manipulimin parazgjedhor në ndërhyrjen në punët e brendshme të Kosovës nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se veprimet e Serbisë synojnë drejt për së drejti tensionimin e situatës tashmë të ndjeshme në Kosovë. Sipas raportit Parlamentit Evropian, zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë shprehur publikisht mbështetje për një parti të caktuar politike të serbëve të Kosovës dhe kanë shpallur programe të reja të ndihmës sociale dhe vende të përkohshme pune në institucionet e kontrolluara nga Beogradi në Kosovë, vetëm pak ditë para zgjedhjeve. Teras ka rikujtuar se shqetësimet ngjashme për ndërhyrjen e Serbisë në proceset zgjedhore në Kosovë ishin ngritur nga ish shefja e misionit vëzhgues të BE-s Natali Luaso pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit. U bë thirrje autoriteteve të Serbisë që ndalojnë menjëherë çdo ndërhyrje në zgjedhjet e Kosovës dhe të lejojnë qytetarët e saj të zgjedhin në mënyrë demokratike përfaqësuesit, ka përfunduar Teras. Rio Teras është ish ushtarak nga Estonia, i cili ka qenë deputet edhe në përbërjen paraprake të Parlamentit Evropian.